Është një privilegj të jesh trajner i Flamurtarit, dihet që është një ekip i madh. Jam në një kampionat që është në rritje, në një shtet që merr pjesë në kampionatin evropian. Është një klub të cilët i kam mbrojtur ngjyrat e këtij klubit si futbollist, ja tani edhe si trajner të prezantoj Flamurtarin. Është kënaqësi, është një ofertë që me të vërtet nuk mund t'i thuash jo. Normal që merit e kësaj është klubi futbollistik Shkupi, që më dha mundësinë të afirmohem, më dha mundësinë të tregoj vlerat e mia, në krye me kryetarin e klubit e Ademi, që mbështetja e tij nuk ka munguar në asnjë moment. Dhe i falenderoj përzemërsisht tre kolegët e mi që me të vërtet kemi arrit të bëjmë një punë të suksesshme. Gjithnjë kanë qenë afër meje, gjithnjë kanë përkrahur mendimet e mia dhe pa marrë parasysh se çfarë ka ndodhur, si ka ndodhur, ata kanë qenë besnik dhe ata kanë qenë mbështetës të mëdhej për mua dhe normal edhe drejtori sportiv Visar Ganiu, i cili ka qenë në çdo stërvitje, ka qenë në çdo ndeshje dhe na ka ndihmuar ashtu që Shkupi të arrijë suksesin, të arrijë objektivin pa ndonjë problem të madh. Këtu bëjmë pjesë futbollistët dhe mos i harrojmë asnjëherë edhe shpersera që më kanë përkrahur, që unë të jem një trajner i suksesshëm në vend dhe tani t'ja u zbardh fytyrën të gjithë këtyre që i përmenda edhe në Shqipëri.